Ti Drilon Hoxha për çfarë bëu aktor? Ç'ti kjo pyetje pse? Po përgjigjo vlla, pse ngele pa leka, qa se the hajt, veç po bëm aktor edhe kaq. Për çfarë s'ju bën? Do të përgjigjesh se s'bën tash? Po se s'bën do të përgjigjesh. Po nuk është se thjesht u çova një ditë bukur thash do bëjmë aktore, kisha pasion gjë vogël këtë gjë, edhe Ndoshta pasione. ndoshta pasion. Mirë shumë. Po ti Ana Lika, pse e le baletin edhe vendos se duhesh aktore? Se baleti s'kishte lek. Edhe prandaj pranon dhe këto skenat erotike, se fiton më shumë lek apo thjesht s'po pas. Po. Fiton më se lek fiton. Ase dhe i themi dhe këtyre. Sipas informacioneve që kemi mbledhur për ty Drilon Hoxha, ti je shumë i zoti me imitime. Po. A imitoj çik Sali Berishën? Tani e gjithë këtu në burg. Këtu në burg, se për të gjithë këna. Po nuk kam Tani këtu. Po pra tani po kam kohë pa bërë Berishën, do të bëj një Po klip, provoje, do të bëj një një klip X, batit dhe kaq. Okej. Si me duhet të mund të arriva. Po fik. Beach Burgers! Duhet, mu ta thonë Po pse? ti duhet të arrestoj Lulin jo mujë. Më ishti përgat. Iq përgat anti. Po pse se bërën ti kontrol, po ta morën tjerët në spektakël humori? Nuk ka lidhje me të marrën, po kur kam qenë në fillim të kaj spektakli që ti the, kam qenë shumë i vogël, dhe shqyqy që ndodhi ashtu se ishin shumë gjëra që nuk... Do i futemi gjithë. Do i futemi gjitha, me kur të futemi më thua që të them. Je shprehur që je aktoria më e mirë. Pse? As duhet ulje për aktorët e tjerë që e ngre veten edhe i ul tjerët. Nuk kam thënë që unë jam aktoria më e mirë dhe Po tjerë. kështu e ke thënë kështu, dhe thanë unë paguam më shumë se unë jam aktoria më e mirë. Po, sepse unë jam aktoria më e mirë. Sa i pagu të filmit Drilonit për shembull? Do një shifër të sakt, apo do Ne ato them të që jam donim se paguar na shumë? Pa jo më ja thonë shumë, ose të regosh shifër. Po të filmi Ermal, po të se Ermalit. Edhe aty jam paguar shumë. Po Pikërisht jam aktoria më e mirë. Janë të dyja aty. Miq është më shumë. mos Se i Ermali ndali. ka më shumë seri, sigurisht që më shumë. Termali. Ti pse ndërhy? Po, ma di. Se nga që ja të regoj gjitha Keni të relat. Po unë jam ale, më shkolla dhe mi jep. Shko nuk se më punoj për ty, qisa kohë. Jo, ja të regoj Drilonit, sepse e kam shumë shak. Do më thënë Termali e pagujt më shumë. Dakor. Hajde Ermal. Drilon Hoxha, çfarë latash ke me regjisorët në përgjithësi? Shumë të mira. Për Altin Bashën çfarë menimi ke? Shumë pozitive dhe jam i njohur sepse ishte ai personi që më zbuloi si talent. Po grëllak. Një akoma fan si ti. Fanë, kur kam qenë i vogël, po. Po tani, Po, kur rritet njeriu mëson shumë gjëra dhe ç'a mësove ti? mësova që për të qenë një artist i mirë do të ishe edhe njëri i mirë, jo vetëm një artist. Ti je njeriu i mirë. Atë se di unë e di njerëzit. Po grëllakaj? Thash është artist i mirë. Kaq. Si njeri, Po si njeri nuk e di, nuk e kam takuar ndonjë. se ke taku kur? Pa e taku ke qenë vetëm fan si ati, Në fillim po. edhe tani nuk je më fan si ati. Ja dua punën, nuk thash gjë. Pa je fan si ti apo jo? Po, jam fancy. Je, do më thënë është edhe njeri i mirë. Për njeri nuk e di, se kam takuar ndonjë. Nuk e taku. Me intuit si më noti, se ti ke intuitën shumë zhvilluar. Po, Po përgjigjo Drilon mos i bjerë ato muhabeteve. po do të jemi sakt pra në përgjigje, thjesht thash, njeriu kur rritet kupton shumë gjëra. Dhe besoj se Nuk është. Që këti Jana, se do vim dhe të ti. Jo, po dëgjoja përgjigjen e këtij. Shumë. Tiana, keni dëshirë të futesh fushës muzikës? Jo, se s'besoj se kam më Po për qa pra, për qa ziesh me Tajne, me Erline, me Fife, gjitha i ke marrë mrak. Po, jo, po unë mami, unë babi, unë gjyshja. ishte dhe kliti gabiu. Jo, nuk jam zënë kur me asnjë këngëtare, nga këto që përmendë ti nuk... Po kush doli mami? Sepse... Okej, ishte thjesht shaka. Apo ishin çështje personale? Jo, sepse në atë periudhë gjitha këto vajzat që ti sapo përmende, që janë artiste shumë të mira, në tekstet e tyre thuaj vetëm fjala që unë jam mami, unë jam gjyshja, unë jam gota xhajës e hip-hopit, dhe ishte formë shakaje që mami jam unë, se unë... Po me Fifi s'është bu herë mami aty. Jo, me Fifin kam përshtypjen që ka qenë një keq kuptim edhe përplasja janë, po, jemi shumë i keq atë njëra. Të përsi, do t'i kthejme prapë atje. Drilon Hoxha,
Qa profesionit do kishe, nëse nuk do ishe bo aktor? Piktor. Si e drama? Po jo, s'ka lidhje, që i vogël e kam pas theksuar këtë punë e pikturës, po e di pse s'u bëra piktor. Se u more me drogë për me këtë. Jo, se s'kisha ofendel, por isha i person që doja shumë karrierë, isha shumë publike, ku di unë, në qenat vëmendjes kur isha i vogël. Edhe kur fillova shkollën e pikturës në liceu, kam qenë vit parë, dhe vjen Daja në ndarët në shtëpi, tha por me ç'a shkolle vazhdove? Tash nuk e pikturë. Tha po ç'a desha pikturën? Pse? Po pikturë dhe i deri me ku vdes, di shpina piktora, po ku di unë. Edhe doli në 100 sekondit dele top celu lajme. Domethënë X piktor praktisi ekspozitë e tilla doli një me mjekër kështu në foto, edhe thishte e gjitha psikologjike gjëja. Sa histori e bukur. Po sigur ti ishe marrë ndonjëherë me drogë ti, për me kalu këto rrogat e gjyqtarëve. Me drogë? Do ishte mirë, po se ti s'kemi gjetur një shok na japi në i propozim për drogë. Se i gatshëm që të merresh me drogë. Qofse s'do isha aktor. Nëse s'do isha aktor, unë i vlerësoj gjithë njerëzit që guxojnë. Edhe jo, flas për gjithë njerëzit që guxojnë, Zoti i vlerëson, domethënë. Sepse marrin ti vetë do merresh me drogë nëse s'do isha. Po nëse ti thua nëse s'do isha. Nëse s'do isha nuk e di. Po, pyetja shumë e qartë. Pushati! Do që të them unë, nuk do merresh. Se e frikën, Jo, s'ka lidhje me frikën, po njeriu ndan disa gjëra në jetë për veten e tij. S'do merresh. Sepse s'ka përfundim të mirë, kjo është e gjithë gjë. Po ti, Analika. Do merresha me drogë. Këtë do bëhet, do merresha me drogë. Jo, tash do më pyesni të mua, do merresha me drogë se jo. Qa punë tjetër do bëhet nëse s'do isha aktor? Tutore do ishte. E keni shumë seriozisht, e keni marrë... E kemi shumë seriozisht në këto, nuk po tallim. Qa makine ke ti për shembull? Me qa ecën? Në kam. Në kam, të pëlqen një Dalluxit. Se me qa shoh këtu unë në prill të 2020 si e shprehur që do doje shumë një Ferrari. Po kush është ai njeri që s'do jetonte një Ferrari? Po si mund ta blesh një Ferrari ti? Duke punuar. Çfarë? Tutore pra të fal. S'ka një arsye më shumë për të arrestuar. Jo, unë nuk e kam qef rrezikun edhe nuk do t'i futesha të sa gjëra ilegale kur në jetën time, edhe sikur t'isha shumë keq nga gjendja ekonomike. Na ka mundësi të lutem. Më lej shkopin asaj. Trilon Hoxha, qa mendimi ke ti për artin? A quhet artist një person që nuk është i shkolluar në këtë fushë? Varet çfarë fushën? Fushën e artit. Artist, se fjala artist është shumë e madhe, përmbet ti je i gjithanshëm. Ti aktor. Të kesh shkollë që të quhesh artist apo shkolla është një plus shumë i madh për çdo lloj personi. Por nëse ti je të lindur atë gjë dhe nëse punon fort, nuk ka lidhje. Do të dalin shumë njerëz që duan ta bëjnë shkollën, por nuk ta arrin dot sepse je i lindur për atë gjë. Ti se po sigurisht që jo, unë s'e kam bërë. Analika, gjithmonë i dollu si person mos kokçarës edhe si shpirt i lirë. Je rrit me një ide të tillë apo të ka shtyr jeta të bësh kështu? Unë jam rritur në një familje artistësh. Gjithmonë kam qenë e lirë të bëj çfarë të dua unë, dhe absolutisht brenda kufijve të normales. Dhe mbase kjo më ka ndihmuar që edhe këtu ku jam sot, të jem për familjes time që më ka mësuar që të jem e lirë. Po, divorci prindërve të ka ndikuar ndonjë X situatë jetës tënde ose në një mënyrë të vepruarit? Përveç faktit që më ka sjell shumë benefite, shikoti. Divorci prindërve të më ka sjell shumë benefite, sepse nëse një fëmijë me dy prindër që i ka akoma bashk feston një ditëlindje, një vitri, unë festoja 2 gjithmonë edhe për mua ka qenë shumë okej. Po. E kam parë pjesën pozitive të kësaj gjës, nuk kam parë pjesën negative. Shumë mirë. Trilon Hoxha, pse në çdo film ti ke skenë erotike? Në çdo film. A thu je fiksu ma seksit mëlla, je manjakja, qa jema, që gjithmonë seks tu, seks atje, skena këtej, jo po bërna, jo po e ktheva, jo po e kapa. Si doni që të bëj një film që të fillojë të mbaroj në bibliotek? Po jo më ndu di pse ke zgjedh këtë gjë. Ja. Benefitet e vetë. Jo, thash të filloj dhe të mbaroj aty. Po të filloj dhe të mbaroj aty.
Mund të filloj, po një pjesë e jetës nuk është kjo, njeriu tregon çdo lloj gjë të mundshme. Unë me skenat erotike po them ose po mund të bësh. S'ke me çfarë shikesh apo me libër. Ashtu merrni për çështë, do të fundoni atë më për virus. Në çdo film unë gjithmonë se dua ta sqaroj këtë që skenat janë shumë fani, nuk është në një skenë që thuash apo njerëzit mund të mendojnë çfarë duhet të bëjnë. Kur e kthej atë mbrapsht i thon thuaj bos çfarë fani është kjo. Shumë Po fani. njerëzit qeshin atë. Duke e përdhonu gocën ujë. Ja se përdhunoj. Ai nuk e përdhonoi. Po çfarë? Kishte përdhunim, s'bën ashtu tjetra. Po si bën? Si bën ndryshe, po s'ta tregoj se jam e lidhur tash. Mos keni punë që Ja. mos jeni në përdorimin e lëndëve narkotike. Ne. Po. Këtë që s'kemi bërë asnjëherë. A ka qenë e thjesht për ty të bërë skenë erotike në filmin e Trilon Hoxhës? Të them të drejtën, kur më është ofruar pjesa tek filmi Trilonit, fakti që skenari ishte shumë arriste në kulmin e famit, do të bënte për të qeshur goxha, ishte shumë okay për mua. Ka pasur vende të tjera që më është ofruar të bëj skena seksi dhe nuk i kam planuar. Por nuk e mendon pak ndoshta për partnerin që mund të ketë tjetër ose partnerin tënd vetë. Për të tjetrit s'kam se më menu unë, se flasi vetë ai me atë që kam Po për shtëpi. tënd. Unë s'kam i matër. Unë gjithmonë kur ka ardhur pika që të bëj këto skenat në për, shumë kanë lënë. Po si sketi, po futbollisti doli në pensione? Kush ka futbollist? E do dhe me emër. Amir. Çfarë kishte Amiri? Ka dalë në pension apo dalë luna? Jo, apo? tash është në kulmin e vet. Është Marrëdhënie me ty po. marrëdhënie me mua. Si e gjirojnë. Secili shef jetën e vet. Siç e ka parë Domethënë ka gjithmonë. mbaruar çdo gjë. S'ka filluar ndonjëherë ndonjë gjë. Po. Si s'ka filluar në një se ju e një bo... Me si boti se më heqe me mua. Po jo se u zire, jo u pajtun, jo u lidhen, jo u ndan, jo u prishen. Jeni prish në jemi njëri tjetrin jo apo jo? Në çfarë kuptimi? Se kuptimin Qa kuptimi e merr ti ashtu përgjigje? Edhe po edhe jo. Ne. Ka problem, sepse rrethanat na thon të kundërt, na thon se kanë qenë bashkë. Në vitin 2016 Trilon Hoxha, për vetë se aktore në filmin tënd ke pasur dhe relata jashtëzakonisht shumë të mira me vajzën Ajsi Hoxha. Çfarë po? Ajsi Xhaxha. Xhaxha? Xhaxha. Bravo, pra te kisha fjalën. Okej. Nuk shekan në veprimin e lëndëve narkotike, shekan në E boni kastine. Qa po bëhet tani me jetën e asaj? Me këtë Ajsi? Po. Nuk e di, se kam iden. Po si se di më rritu Është zi. aktive, Ajsi, po kemi kohë pa u takuar se me punë, me projekte dhe nuk... Kjo ju ka ndarë dhe nuk kanë qenë thashë theme që u zishin atëherë, jo janë, jo s'janë, jo u bëjnë, jo s'u bëjnë. Jo, më kështu i bëjnë gjithë për gjithë aktorët që vinë te filmi im, unë jam shumë i ndershëm te kjo pjesë, ja keni analizë të flasit. Dhe shohim deri në fund se ndershëm. Okej. Më thuj një aktore të huaj që sot tek kësaj dite të duhet të takohet pak të Angelina Jolie, kam viksim. Po në femër shqiptare showbizit, qoftë aktore se jo, që i përafrohet Angelina Jolie. Se nuk i përafrohet, a është e veçantë. Po mirë, pak a shumë, po themi ne, s'po themi identik. Ja kemi anën, Jo, unë s'kam lidhje fare. s'kema të lidhje. Përveç anës. Po se di, po Po mendojmë ti sikur s'nje femra ti, me meshkuj rik. Ama kush pëlqen nga showbizi? Që jo kush i pëlqen, kush përafrohet që ti mund të kush thush. përafrohet. Po. Në Si tip, shetë në në një aktor. stipar. Po nuk ka se bje për i... Jam shumë kapës me mendim. Melinda për shembull, këngëtare. Melinda. Ja, si nga. Singjana. Jo? Ja. Po kush mund t'i gjej? Angelinës? Kush ma në ndimo pa? Ku ti unë? Po njo. S'ka asnjë ide vetëm Angelina. Dakor, po të Jolie dilte një ndarë. vajzë që do i ngjante përafërsisht Angelina Jolie. Po. Nuk kishe skenë erotike me të. Po nuk thash që më pëlqen Angelina, që kemi Po skenë. për Angelinën kështu e shprehur që po ti vinte mundësia skenë erotike me Angelina Jolie do bëja. Se kështu jam shprehur. Kështu e shprehur. Po, E ti kemi qa me fakte. Apo s'maj më, nuk e di. Nuk e di këtë pjesë. Shkurt. Na, Nuk është shkurt, të thënë dhe me Ta dalë. duhet na fusin në burg se s'bën. Ana Liga,
Me cilin aktor mendon ti se do të përshtatesh në jetën reale si çift? Me Brad Pittin. Po, si partneritet në film. Unë jam përshtatur shumë kollaj me gjithë... Me gjithë do vërtet? Po. Po një që Sepse jam aktore. Po një që s'do luaj kur një rol që s'do. Mendoj që profesioni që unë kam nuk më jep këtë komoditet që unë të zjetë se me këtë dua të luaj në një film, sepse ato e vendos regjizori dhe fakti që unë jam profesioniste do pranoja edhe me një njeri që nuk e kam qef të luaja. Po një aktor që nuk të pëlqen? Nuk kam. Supozojmë se është një listë dhe starton, po themi unë, Drilon Hoxha, apo Ermali, apo tjetri dhe listojnë gjithë ka i pari dhe tek i fundit. Tek i fundit kush do jetë? Që do e shikoja me skepticizëm. Me që s'do pranoja. Me që s'do pranoja, po do thojë më mirë Drilonin se atëherë të them të drejtën, kur kam filluar serialin, Hotin, nuk kisha qef asnjërin nga aktorët që ishin në cast. Domethënë njihja vetëm tezën time, vetëm i nisin. Dhe pjesa tjetër mendoja që nuk do bashkëpunoja dot si femra edhe meshkuj. Kisha antipati shumë të madhe për Amozarje, shumë të madhe, dhe përfundova që ti kisha shumë miq edhe të punoja shumë mirë. Domethënë mendoj që nuk duhet i paragjykosh para se të punosh me njerëzit. Dekord. Drilon Hoxha, Ergys Keta ka qenë pjesë e filmave të tu? Po. Po ai nga ti u inspirova që bëhe një film për vetëm vetë. Do të pyetur Gyrsit, nuk e di kush inspiruar. Ose direkt sa unë morë ti aktor në film direkt për filmin. Po ndoshta kam pasur më të herët, kur kemi bashkëpunuar bashkë, aty kam parë se funksionojnë gjërat dhe kam thënë pse jo. Domethënë është inspiruar. Po besoj se po, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Okej. Ana Liga. Kshu ke lind ti apo e transformuar? Jo, faktikisht nuk kam lindur kështu, kam bërë mundën, kam bërë buzët. Po se kishit për këtë pjesë. Është sinqert po. Kishte tekst tjetër. Okej, kështu si njëri kështu kam lindur. Jo, për këtë kishim, kështu lirshmërim për të folurit. Ke mohuar më parë apo që në fillim? Kam qenë gjithmonë kështu, prandaj mbase ndonjëherë s'm kanë ecë deri diku gjërat, sepse duke qenë shumë e lirshme. A mendon që bota showbizit i nevojiten persona më të sinqert? Jo, nuk e mendoj, sepse si të që tjetë, janë shumë të pakët personazhet që janë sinqert. Ajo duhet rri një botë magjike. Ti nuk duhet i dish gjitha për atë botë, që kështu nuk mendoj që duhet jenë sinqert. Thej çfarë që nuk më kanë ecur gjërat. Çfarë gjërash nuk kanë ecur? Po nisa janë dy unë edhe mi kapën. Pak më seriozisht. Jo, e kam fjalën që nuk kanë shkuar deri atje ku kam dashur unë që t'jenë gjërat e mia, po nuk mund të them që jam me pafat, se kështu si nga ecë paktën ky vit i fundit, jam njeriu më me fat që mund të ekzistoj, po për pjesën tjetër në herë dhe s'm kanë ecë, për shembull lidhjet nuk është se m'hecin. Kur ke me mua martu ti? Këtë pyetje ma bën edhe mami, her pas here. Këtë pyetje ma bën gjithë, po kur nuk gjen personin e dur, më mirë të rish vetëm. Tani italianët thojnë një shprehje që më mirë vetëm se sa i ke shoqëruar. Okej. Drilon Hoxha. Me lekët si ke pas punë? Çka, mirë. Se thua është mirë, jo aq. Po me çaj bëre një, me çaj me aktorët apo me filmin? Se qa nuk thua? Si bën lekët, si gjë do të. Po të pyes pra, ti aktor, ti bë filmin, me aktorët apo me filmin? Si me aktorët apo me filmin? E kupton shumë mirë, mos më bën mu lëra fjalë Drilon këtu, të përgjigjesh. Po pra se ky është i keq kuptim shumë i madh tek njerëzit. Kur ti bën një produkt, unë jam edhe producent, jo vetëm aktor, tek projektet e mia, dhe kur ti bën një produkt, i propozon çdo lloj biznesi apo çdo lloj personi të bashkëpunojë. Dhe kështu bëhen punët, nuk bëhen nga qielli, kupton, nuk vin. Po shumë njerëz mund të thonë jo pa i merr, jo pa i bën. Po mirë, po të them për shembull shkronjën P. Si P? Qa na vjen mendje ne me P? Jo. Një aktor. Një aktor që i fillojmë me P. Se tham që mendojmë Po pëse mi që mendon ti me P? Me P? Patate. Dhe
Ka mund të filmat e mikë të pënë, apo jo? Po ti e di. Pse di? Po më thoj çat vjen menja. Pa Petrit po thoj edhe unë. Ndihmoje pak. Vit skemi. Po Piero Aziri. Piero. Qa të kujton të? Piero në kam shohur. E ke shohur? Po në film. Në film? Shok edhe në film. Po keni mbledh lek të aktorëve bashkë apo se kështu është shpreha që te filmi po si der dhe lekët. Që më shprehua jo ashtu. Po mirë ka thënë, nëse s'ka lek s'bëhet filmi, si do bëhet filmi? Me frymën e shenjtë. Jo, ai e ka thënë tekstualisht që nëse do të jesh aktor ose ke një rol shumë të rëndësishëm. Apo është keq interpretuar Piero, mos mbaj përgjegjësi për fjalë që thonë ai. Prandaj po të pyes aty se Është keq interpretim, por çdo lloj pune që bëhet, dhe kjo punë që bën ju, nëse s'gjeni lek, Unë e bëj për pasion. për pasion e bën. Edhe ne për pasion e bën. Mirë, më mendoj që duhet të ndahen si fillim të ditë. Okej, dakord atë të bëjmë. Shemi pas. Është akoma shumë dyshuese. Ana Liga, kush e hodhi iden për qenë çift tek filmi i Drilonit? Ata propozoi Drilonit e? Mua skenari më erdhi i mbaruar, domethënë thjesht më erdhi propozim roli, jo ideja e. Po ta propozoi Driloni? Po, absolutisht. Drilon Hoxha, kush e hodhi iden për qenë çift tek filmi jot? E propozove ti apo në momentin që u mor vesh pjesa e skenarit, tha vetë Ana që donte të bënte çiftet? Jo, e kam propozuar unë. Anën dhe shkruajtu për Anën. Ajo pjesë është shkruajtur veçanërisht për Anën. Po, për Anën. Po ti nuk e dije që ajo do pranonte. Nuk e di, thjesht tipi Anës, ka shumë batutat që dëgjoja shpesh nga Ana, atë krijova një lloj personazhi duke menduar Anën, po nuk ishte konfirmuar akoma që Ana do të ishte. Pse urreje që ti në fillim? Nuk e kisha qef, sepse mendoja që ishte mendje madh, mendoja që kishte marrë famë kot, edhe asaj s'kishte qef mua, as nuk kisha qef ato. Jo, përgjigje për veten tënde. Okay. Ti si zgjidhe marrëdhëniet? Mbas një emisioni që ne ishim të dy të ftuar, edhe ndetëm gati 3 muaj në kontakt me njëri tjetrin, kuptova që Driloni ishte një djalë shumë i mirë, që mua mund të më shkonte shumë muhabeti, më kuptonte humorin, edhe ka avash u bëm shok shumë të mirë. Po pse urreje që ti në fillim? Po urrejshim sepse ku di unë. Nuk e di. Çfarë mendjeve kishe ti? Po thasha e përdhatë. Mund thuhet kjo gjë këtu apo jo? Patjetër. Thash tjetë për portë është e ke marrë në Gucci, e kuptoj. Edhe se cili kishte ato gjërat e vetë, apo kur dolëm një pikë pasi që kuptuam që nuk ishte ashtu siç duhet. Po një defekt i Drilonit që të ka penguar gjatë xhirimeve të filmit. Nuk e di në të them ndonjë defekt, se edhe unë pak a shumë jam si Driloni si natyrë. Nëse Driloni për shembull S'ka penguar fare, domethënë që të vjen një moment që the po. Ja, me Ka Driloni ca nuk e rrugë kam. të momentit të filmit. Jo, në asnjë moment. Jo, kemi qenë shumë komplice, shumë bashkëpunëtar me njëri tjetrin. Po një defekt i saj që të ka penguar gjatë xhirimeve të filmit. Defekt? Qante shumë. Po pse qante? Nuk e di pse qante, po qante. Kuptoj. Sa herë janë përsërit skenat e seksit? Apo i keni kap direkt me herën e parë? Unë në gjithë filmin kam vetëm një pjesë që tentohet për të bërë seks, po nuk përfundon. Ajo skenë ka zgjatur gjithë ditën, sepse fakti që ne ishim shumë shok me njëri tjetrin, ishte e pamundur që ne mos qeshnim kur fillonte që duhet të putheshim, ishte pak e çuditshme që kështu kanë zgjat pak ato skenat, me thënë drejtën, derisa doli. Okej. Skenat e seksit që ti ke bërë tek pjesa e filmit, sa herë janë përsëritur? I keni kapur me herë të parë apo janë përsëritur disa herë? Me Anën po thua? Po, me Anën. Pse me tjerët janë përsëritur? Jo, prandaj po duhet ta përcaktoj me Anën apo me të tjerat. Me Anën. Me Anën është bërë shumë herë sepse kishim shumë siklet, na që jemi shumë miq, edhe si na dukesh tash po bën. Keni bërë rreth një orë rresht, apo? Po një muaj po, jo një orë. Një muaj të njëjtën skenë. Të njëjtën skenë. Po me tjerët? Me të tjerat është bërë kollaj?
Se s'ka pas emocion. Po se normal, sepse thjesht do bënin punë, okay, kurse me Anën kishim shumë afrimitet, shumë i sirrim gjithkohon bashkë. Kur erdhi puna për të ngjitur jashtë se si na ngjante. Shumë jashtë do të thon seks, e? Po. Okej. Po si ëmbël. Ne diskutum, kemi vendosur që për shkak se është vit i ri dhe ti sot ke filmin. Deni të lirë. Po flisë orë, si shkyrë, se tash na mbani këtu. Por Deni akoma në investigim. Do të marrim të gjithë këto drejtë. Do të dalin gjithë. Po zero gjejmë rrugë juve po. Na ridikim po. Në momentin. Nxirreni vetëm këtë, se unë s'kam që nxjerrë. Nxirrini jashtë të dy tash. Jashtë.